Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadithin e sotëm e transmeton djali i Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot baba një moment caktuar Sa'd ibn Abi Waqqasi ka qenë prej 10 përgëzuarve me xhennet, ka qenë njëri i dëshmuar prej atyre të parëve që ka kaluar në Islam. Thot baba njëherë i u mosh menja sikur ka bo shumë gjana në Islam. Edhe realisht ka bo se herët e ka pranu Islamin, ka dhonë shumë kontribut, ka bo shumë sakrific, ka qenë shumë i guximshëm e kështu me radhë, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjithmonë i kujdesshëm me eduku sahabët në modesti edhe në thjeshtësi, që është realisht një cilësi e cila të gjitha virtyteve të besimtarit ju jep shije edhe ju jep hieshi. Edhe në këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë një fjalë e cila është fjalë madhështore e që në përgjithësi kemi nevojë shumë me e kuptu edhe me e majtë në men. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ibghuni fi du'afaikum hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Kur i kanë të fol për punë, për heroizma e për kësisane, i ka thonë, mi sillni këtu ata më të dobtit e shoqënisë, ata të cilët ju ndoshta edhe nuk i bëni hesap. Mirë po e vërteta është që ju edhe ndihmoheni edhe furnizoheni nëpërmjet tyne. Edhe që të përfundon hadithi. Hadithi e qëtë në pah një të vërtet interesante, e ajo është se vlera e njerëzve nuk është gjithmonë vetëm sipas asaj që duket. Pra vlera e njerëzve nuk është sipas gjendjes ekonomike, pasuni e të ngjashme, ose sipas pozitës në shoqëri, dikush është një, si me thonë, mundet mos me ka një pasun, ose shumë i pasun, po e ka një fara autoritetin në shoqëni, nuk është madje edhe sipas trimnis e guximit, për shkak se nga njerë pikrisht ata të dobtit, ata të varfnit, ata të shkretit, ata të ngratit, ata që janë pa përkujdesje, sikur se janë jetimat, ose sikur se janë të moshumit, plesht, plakat, fëmijët, dvejat e kështu me radhë, ndoshta që ata e kanë vlerën e madhe. Pse? Për arsye se krejt ato që ka u përmendën si pasunia, dija, guximi, trimnia e të ngjashme, ato kanë rol padyshim edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjëherë se ka mohu se ato kanë rol edhe ndikim në rrjedhën e marrë të gjanave. Mirë po, këtu e kanë nënvizuar një gjë se ata dobtit në pamundësi për me dhonë kontribut. Ka shumë njerëz që janë fukara, për shembull, e ndoshta zemra u çon pse s'kan mundësi me dhonë sikurse ata të pasunit. E dim rastin kur kanë ardhur ata fukaraja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe janë anku, kanë thonë ja Rasulullah, ata vllaznit ton pasunika krejt shpërblimet i rrëmbyn. Pra ata si janë kajt edhe si janë anku, pse na s'kem me jetu jetë luksi sikur ata, po hallin e kanë pas të sevapet. Kanë thonë vllaznit ton pasunika, krejt sevapet i rrëmbyn. Thot pse ashtu? Po thonë na falëm edhe ata falen, na agjerojmë edhe ata agjerojnë, kur po vjen puna me dhon, ata po japin, na s'po kem mundësi me dhon. Do thonë hallin gjithmonë e kanë pas të dhonit, të kontributi edhe të sevapet, të grumbullimi i shpërblimeve. Nëse tjetër hadith është ai që i ka mësuar tani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me bë dhikr e kështu me radhë. Po du të them se njerëzit në gjendje më të rëndume, shoqërore, ekonomike, ose edhe të shëndetit, ose edhe të moshës, ose edhe kështu me radhë, ata gjendja e tyre shpirtërore i bën të ndinë keqardhje pse s'po kanë mundësi me kontribu më shumë. Edhe ç't pa mundësi për me kontribu ata njerëz me çka e kompenzojnë? E kompenzojnë me lutjet e tyre që ja drejtojnë Allahut fuqiplot për mirë. Qoftë për shembull kur është në pyetje
edhe ushtria, edhe lufta, edhe ajo, pra lutja e ka një ndikim shumë të madh, edhe ata kur këte e bojnë me përulje edhe me zemër të thyme, padyshim që Allahu i ndëgjon lutjet e tyne, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj u thot atyne të pasunve, ju thot atyne herojve, atyne trimave, atyne azginave, atyne që nuk ka mungu asnjëherë gatishmëria e tyne për me bo mirë, ju thot mos t'ju rritët menja se nuk jeni ju të vetmit të cilit jepni kontribut edhe bëni gjona të mirë filta, për shkak se ekziston edhe ajo kategoria tjetër e shoqënisë që janë ata të dobtit, ata të pafuqishmit, që edhe kontributi i tyne është i pamohueshëm, madje këtu, pikërisht në qëtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka nënvizu pikërisht qëtë punë, ka thonë mos t'ju rritët menja, mi sillni këtu fukaran, se jo edhe ndihman, edhe furnizimin, edhe rizikun, nëpërmjet tyne Allahu ja u çan, për shkak se ata janë ma të përzemërt, janë ma të thym, janë ma të përulën, edhe për kushtimi i tyne, sidomos në lutje ndaj Allahut fuqiplot, është më i madh, ndërsa na të gjithë e dim se të gjitha sukseset, të gjitha fitoret, të gjitha të arritunat, ato ndodhin me lejen e Allahut fuqiplot, e jo me mundin, angazhimin edhe sakrificën e njerëzve. Mundi, angazhimi edhe sakrifica janë detyrë, njerëzit e bojnë, lirohen prej përgjegjësisë, por nuk është vendimtare. Vendimtare është ajo që ka caktuar Allahu fuqiplot, e që në rastin konkret, edhe lutja Allahut fuqiplot është një faktor i rëndësishëm i suksesit. Por mos me harru njerëzit, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka kujtu një gjatë tillë, edhe na e ka kujtu edhe neve se njeri kur është në gjendje të pafuqishme, zemra dhe shpirti i tij është më i gatshëm për me konë më i lidhur me Allahun fuqiplot nëpërmjet përuljes, përkushtimet edhe lutjes. Kaq sa i përket këtij hadithi, Allahu ju shpërbleft. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.